Dy shenjat e horoskopit, Gaforia dhe Virgjëresha, a shkojnë të dyja në një lidhje të mirat dhe të këqijat mes tyre. Gaforia ujë dhe Virgjëresha toka mund të kenë një lidhje relativisht harmonike, por që kërkon mirë kuptim dhe përpjekje nga të dyja palët. Më poshtë po ju japim një përmbledhje të mirave dhe të këqijave të kësaj lidhje midis këtyre dy shenjave të horoskopit. Të mirat e lidhjes Gaforia Virgjëresha: stabilitet emocional dhe praktik. Gaforia është shumë emocionale dhe kërkon siguri. Virgjëresha është praktike dhe mbështetëse. Ky kombinim ndihmon që Gaforia të ndihet e mbrojtur, ndërsa Virgjëresha ndjen se ka dikë që i vlerëson për kujdesjen. Përkushtimi. Të dy shenjat janë të prirura për lidhje afatgjata. Gaforet përkushtohen emocionalisht, ndërsa Virgjëresha përmes veprimeve të përditshme dhe besnikërisë. Komunikimi thellë pas në kohë. Edhe pse në fillim mund të ketë ndrojtje ose ftohtësi, me kohë krijohet një lidhje fortë shpirtërore dhe kuptimi më i thellë i njëri tjetrit. Gaforia sjell butësi dhe ngrohtësi, ndërsa Virgjëresha sjell strukturë dhe organizim në marrëdhënie. Të këqijat ose sfida. Virgjëresha mund të jetë shumë kritike, Gaforia është shumë e ndjeshme ndaj kritikës. Nëse Virgjëresha nuk kujdeset si i shpreh gjërat, mund të lëndojë Gaforen pa dashje. Mungesë spontaniteti. Të dyja shenjat janë të kujdesshme dhe ndonjëherë shumë të rezervuara. Kjo mund të sjellë mungesë pasioni ose monotoni në një lidhje. Streset e brendshme. Gaforia tenton të mbyllet në vetvete kur është e mërzitur, ndërsa Virgjëresha kërkon një zgjidhje praktike. Kjo diferencë në përballimin e problemeve mund të krijojë keqkuptime. Nevoja të ndryshme emocionale. Gaforia do më shumë përkëdhelje dhe intimitet emocional, ndërsa Virgjëresha mund të duket më e ftohtë ose e përmbajtur. Përfundimi. Kjo është një lidhje që funksionon më mirë nëse të dyja palët janë të gatshme të mësojnë nga njëri tjetri. Gaforia mund të mësojë të jetë më praktike dhe e përmbajtur, ndërsa Virgjëresha të jetë më e butë dhe më e ndjeshme. Dëshironi të dini më shumë për këtë çift në aspektin e seksualitetit, bashkëtesës apo komunikimit emocional, shkëlqyeshëm. Ja një analizë më e thelluar e marrëdhënies Gaforia Virgjëresh në seksualitet, bashkëtesë dhe në komunikimin emocional. Seksualiteti dhe intimiteti, pikat e forta. Gaforia është shumë e ndjeshme dhe përkushtuar në aspektin emocional dhe seksual. Ajo kërkon një lidhje të thellë dhe kuptim shpirtëror. Virgjëresha, edhe pse më e rezervuar në fillim, është shumë e përkushtuar ndaj kënaqësisë së partnerit kur ndihet rahat. Kur krijon besim, intimiteti midis tyre bëhet shumë i thellë dhe i butë, një përzierje e ndjenjave të buta dhe dashurisë fizike. Sfida. Virgjëresha nuk është shumë impulsive në shtrat, ndërsa Gaforia ka nevojë për më shumë spontanitet, emocion dhe sensualitet. Nëse nuk flasin hapur për nevojat dhe dëshirat e tyre, mund të lindë pakënaqësi ose ftohje seksuale. Bashkëtesa, pikat e forta. Të dyja shenjat janë të përkushtuara ndaj shtëpisë dhe stabilitetit. Virgjëresha sjell rregull, pastërti dhe planifikim, ndërsa Gaforia sjell ngrohtësi, kujdes dhe dashuri. Kanë të njëjtat vlera për shtëpi, paqe, rehati dhe ndjenja sigurie. Sfidat. Virgjëresha mund të bëhet kritike për mënyrën se si Gaforia sillet në shtëpi, emocionale, ndonjëherë jo praktike. Gaforia mund të ndihet e lëmpasdore nëse Virgjëresha fokusohet shumë tek detajet dhe jo tek ndjenjat. Komunikimi emocional, pikat e forta. Gaforia ka intuit të fortë emocionale dhe ndjen gjërat pa fjalë. Virgjëresha është mendjeholl dhe di t'i jap këshilla të dobishme dhe mbështetëse kur partneri ka nevojë. Me kalimin e kohës mund të ndërtojë një komunikim shumë të sinqertë dhe të ndjeshëm. Sfidat. Virgjëresha pritet të analizojë ndjenjat në mënyrë logjike, ndërsa Gaforia i përjeton në mënyrë të thellë emocionale. Kjo mund të sjellë përplasje në mënyrën se si shprehin ose përballojnë emocionet. Gaforia ka nevojë për fjalë të buta dhe mbështetje emocionale, ndërsa Virgjëresha më shumë për sqarim dhe logjik. Këto dallime kërkojnë mirëkuptim. Konkluzioni i përgjithshëm. Kjo lidhje mund të jetë e fortë, e qëndrueshme dhe shumë e përkushtuar, veçanërisht nëse Virgjëresha mëson të shprehë më shumë ndjenjat, Gaforia mëson të mos e marrë çdo kritikë si personale dhe kështu të dyja shenjat kërkojnë një marrëdhënie të sigurt, ndaj nëse punojnë mbi ndjeshmërinë e tyre, lidhja ka gjasa të zgjas shumë.